Strategjia e bollës është që mos me sulmu armikun për një herë, por është bolla e kupton në mënyrë figurative, bolla e rrethakon armikun dhe ngadalë. Kjo është duke ndodhur edhe me Kinën edhe me Rusinë. Pra, SBA nuk po don të ngutet të luftojë në konflikt, por të gjej forma tjera të luftrave, pra forma tjera e luftë. Sot ne kemi thënë që lufta është vazhdimi i politikës, tash është ekonomia, është vazhdimi i luftës dhe i politikës. Pra ka ndryshuar pak. Profesor, loja e Amerikës ndaj Rusisë ka të bëjë me blerjen, ndarjen e Rusisë ndaj Kinës, edhe është e gatshme, do t'i përmbushën kërkesat, se për me marrë një lojtar, me pozicionu karshite, do t'mja përvitësu edhe egot edhe kërkesat e saj. Pikërisht kjo është ju thatë që, edhe nëse ke fitu mësim shoshu plak, cila është rreziku edhe çka do ndodh. Esenca nëse kemi një marrëveshje patësore, po themi për 2-3 muaj dhe palët dakordon për shumë gjëra, atëherë Rusia do të jetë krah perëndimin në një farë mënyre. Pra, automatikisht e përjashton veten nga një bashkëpunim më i thelluar me vendet sidomos me Kinën. Pra një farë mënyre kjo është lojë nuk bëhet për tash. Kjo është lojë për vitet e ardhshme. Po na dim se tendenca Putinit është më kthy pranë kufit e vjetit të BRSS-s. A do të thotë që bjen Georgjia, kemi po deri të shtetet skandinave? Nuk besoj që kthimi në BRSS sepse nuk kupton shumë më shumë, por tendenca e tij normalisht që do të jetë rikthimi i disa territoreve, por kjo nuk do të thotë që ai do ta do ta realizoj këtë aspirat. Mos ta harrojmë. Ndarja e botës në këto zona për jo domosdoshmërisht është vetëm për territor, është ndarja e influencës. A ka rrezik të jepet si mbushje e ambicës së Rusisë edhe influenca në Ballkanin perëndimor, a mund të imagjinohet se çka ndodh me neve? Nuk besoj, sepse shikoni, Brzezinski ka pas një libër Dominim apo Leadership, pra SBA duhet të dominoj apo të jetë lidere. Dominimi në kupton nuk t'jep hapësirë për me bisedu, siç e bëri Zoti Trump me shumë vende. Pra nuk bisedon. Tribunal si pjesë e veçantë, krejt administrative. Merr vendime. Ndërsa leadershipi është kur ti prap merr vendime, nuk i pyet, por në farë mënyre bashkëpunon me këta partnerët e tu, këtë rast me Evropën dhe të tjerët. Pra këtu është një ndryshim i holl, SBA gjithmonë e ka bërë këtë, por e ka bërë në forma tjera. Pra, me një fjalë me zbërthy, diplomacia është që gjërat e këqija, mi thonë në forma më të bukur, e Trumpi nuk e bën këtë, Trumpi e bën të parën. Pozicioni i Trumpit ndaj Evropës, a mund të mbjetojë Evropa e vetme pa Shtetet Bashkuara të Amerikës? Mund të mbjetoj, por tash më varet se si e definojmë. Aspektin e sigurisë, në aspektin e dominimit. Po, më varet se si e definojmë termin mbjetesë. Ka shumë më rëndësi. Pra, çfarë mbjetese mund të flasim? Evropa prap besoj që mund të flasim mbjetesë në ato që konsiderohet Evropë me gjithë ta vlerat e saj, kontradiktat e saj, me ato që ka përfaqëson. Mund të mbjetoj sepse shikoni prap SBA nuk do ta lëshojë nga durt Evropën në rast të ndonjë rreziku nga cila do palë e tretë, këtë rast Kina ose Rusia. Pra nuk e lëshon, por esenca është kjo është luftë ekonomike. Gjithçka që po bëhet është luftë ekonomike, sepse Bashkimi Evropian nuk e trajton SBA-n të barabartë në ekonomi, dhe kjo nuk është korrekt. Pra ka shumë tarifa në shumë produkte amerikane, ndërsa produktet e BE-s në SBA nuk kanë tarifa, apo janë tarifa shumë minimale. Dhe kjo është e gjithë, po themi, mlefi i SBA-ve si mund të bëjmë ne tregti, e vetëm ju të fitoni e ne jo. Pra kjo është esenca pse po bëhet gjithë kjo zhurmë me Evropën. Profesor, po du më nalë të çështja e Evropës, pozicionit e Evropës, a ka rrezik për dalje edhe shurit të NATO-s? Ke i prem Donald Trump, tashmë dhe vendimi është për një tërheqje të pjesës madhe të bazave të ushtrisë amerikane për Evropë. Po shpjegoj në mënyrë teknologjike çka është NATO sot. Është një aplikacion jo i azhurnuar. Pra, NATO ka nevojë mu azhurnu, sikur çdo aplikacion që vjen ajo notifikimi që duhet me azhurnu, edhe NATO nuk është azhurnu. Njëjtën gjë po ndodh edhe me Bashkimin Evropian. Pra duhet të ndryshohet struktura brenda këtyre organizatave. Nuk mundet NATO të jetë vetëm organizat e mbrojtjes, sepse kjo atëre nën kupton që çka ka të NATO të lyp në Ukrainë kështu me radhë, sepse NATO nuk është organizat sulmuese ofanzive, po është defanzive, e ka mbrojtjen kolektive si koncept. Pra kjo është një koncept i stërvjetruar i luftës së ftohtë. Çka sot NATO, çka përfaqëson sot NATO, duhet me edallu dhe duhet me ndryshu mënyrën e apo vjen fundi NATO-s. Nuk e shoh si fund, mund ta shoh si një reformatizim, të cilën SBA do të ketë, po themi, atë fjalën dominuese. Pra nuk mundet, po themi, shkurtë Shqip, nuk mundet Slovakia. Nuk mundet Slovakia e vendet e tjera që janë shumë të vogla, që kanë një impakt zero, po themi, në aspektin ushtarak, ti të regojnë SBA se çka është politika jashtme dhe e sigurisë. Kjo ka përfundu të paktën me këtë administratë. Profesor, a ka rrezik për largim të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga NATO? Nuk besoj,
nuk besoj sepse kjo do ishte edhe autogol për vetë SBA-n, pra do të humbte dominimin dhe influencën. Kështu që SBA-ja do t'i kërcënoj vendet e BE-s që të investojnë më shumë në buxhetin ushtarak, ta ndryshojnë strukturën brenda NATO-s,